Lidhje në partersh, dëshirojmë të njoftojmë se gjatë ditës do të kemi paraqitje live edhe prej komunës së Vitis dhe pastaj edhe prej komunës së Gjilanit. Nëse ju nuk keni ndonjë pyetje, po e kaloj linjën tek ju. Faleminderit shumë Vlera dhe faleminderit të gjithë kolegëve tonë. Ne po vazhdojmë një bisedë në studio derisa i presim edhe raportimet e tjera direkte. Pra, pak do të flasim, pak do të lidhemi direkt me kolegët tonë për të parë se si po shkon procesi zgjedhor në gjitha komunat e Kosovës. Këtë kemi bërë që nga ora 6:50 e mëngjesit dhe do të vazhdojmë ta bëjmë deri kur të përfundoj, le të themi kur të kemi një rezultat preliminar sonte në mbrëmje vonë me kolegët e mi Mimozën dhe Eraldinin. Po, dhe do të vazhdojmë me mosafirin e radhës, siç kemi paralajmëruar, do të jemi në studio me Artan Muhaxhirin. Mirita, mirë se ardhët. Mirë se gjitha Lek. A votuat ju? Jo, ende, tash pas studios, pas jush. Ai nuk do t'ju mbajmë gjatë. Megjithatë, e dim që vazhdimisht i përcjellni edhe zhvillimet politike, po ashtu edhe në detaje proceset zgjedhore. Pak çaste më parë me Raimondën edhe i shikom statistikat dhe daljet nëpër komuna, e shohim një dallim pak më të madh në përqindje të komunave me shumicë serbe, krahasuar me komunat jo me shumicë serbe të daljes. Shihet kjo si ndonjë indikacion më pastaj për rezultatin? Po, gjithsesi, kjo ka qenë e pritshme, sepse ajo që ka ndodhur me komunat, si veçanërisht me 4 komunat në veri, gjatë këtyre 4 vjetëve ka qenë krejtësisht e pa kuptueshme edhe i ka bërë dëm Kosovës dhe realisht kjo që po ndodh sot është një lloj bumerangu që po i kthehet, sepse ajo që ka ndodhur në veri, pra fakti që kryetarët e 4 komunave serbe kanë qenë shqiptar me një numër shumë simbolik të votave, pra nuk ka qenë në rregull, nuk ka qenë sipas gjitha kritereve demokratike, sipas gjitha kritereve politike, nuk ka qenë në rregull, sepse qytetarët duhet një komunë duhet t'i udhëheq ai personi i cili votohet nga shumica qytetarë. Kjo është esenca e demokracisë. Edhe kjo ka qenë e pritshme, sepse i gjitha i mlef që është mbledhur gjatë 4 viteve të kaluara sot projektohet edhe për fat keq do të kthehemi në pikën 0, edhe gjitha i pompozitet, gjitha i populizëm, gjitha ajo dram, gjitha i skenar që është bë kinse se ja i marrëm ne 4 komunat në veri, sot do të zhvendoset sërish edhe do të kthehet pra si bumerang në pikën 0, sepse nuk ka qenë organike, nuk ka qenë normale. Integrimi i pakicave me një shtet bëhet në mënyrë normale, në mënyrë organike, në mënyrë me vullnetin e tyre. Kur ata e pranojnë shtetin, edhe pra është një relacion i duhur ku shteti sheh interes prej integrimit të tyre, ata shohin interes prej integrimit në shtetin e Kosovës dhe kështu do duhej të bëj çdo çështje tjetër është afatshkurte edhe kthehet me faturë. Pra kjo sot çka po ndodh, kjo është pagesa një fature e një politike krejtësisht jo vizionare, sepse e dim si është liru Kosova, e dim si është bështet Kosova, pra garancitë e pakicave kanë qenë në ADN-n e shtetit e Kosovës, në pakonat i sajt, në kushtetut, pra kjo ka ndodhur në momentin kur tenton që të bësh diçka siç kanë tentu gjatë këtyre 4 viteve, ajo vetëm kthehet për të keq. Edhe gjithë ky mobilizim, do të thotë edhe e kemi investimin e madh nga Serbia. Vučići tha para 2-3 ditëve që do të hap vende të reja të punës, do të jap para, pra ka qenë një investim, tash është bërë një kombinim edhe i ofertës madhe edhe i investimit nga Serbia edhe i një mlefi nga vetë qytetarët e serb të Kosovës, kështu që kjo do të shkaktoj, pra do të kemi kryetarë serb dhe prap do të hyjmë në atë ciklin, në atë vallën e problemeve me 4 komuna, sepse natyrisht që nuk pritet asgjë e mirë, do pritet vetëm konflikte nga niveli lokal me nivelin qendror, do të ketë reagime dhe do të shpenzohet shumë energji, por po them, prej fillimit ka qenë çështje e gabuar edhe sot po vjen pagesa. Se duhet të mirët si e mirëqen një deklaratë e tillë e presidentit të Serbisë në mënyrë që të themi sepse ai të gjitha ato premtime i bën mbase përmes strukturave që pretendon të jenë paralele në pjesën veriore të Kosovës. Dhe pse duhet të shihet si e mirëqen një deklaratë e tij që pastaj ata votues potencial të cilët mund t'i besojnë që ai premtim mund të realizohet?
Po lidhjet, po pikërisht këtu, sepse duhet kjo baraspesh është dashur që të zhvendoset në favor të Kosovës, por kjo bëhet vetëm me qasje diplomatike, vetëm me qasje të një politike normale, parimore, edhe ku ata duhet ta shohin interesin e vetë për të integruar, pra sepse ne kemi këto komuna që janë, për shembull Graçanica ose Shtrpsa, këtu nuk ka probleme që ka atjet, sepse është edhe kohezioni tjetër, edhe problemi është me 4 komunat e veriut, por pikërisht për këtë është dashur që të ketë një qasje më vizionare dhe më strategjike. Edhe Vučići ka ndikim, sepse ata serbët e Kosovës më shumë i besojnë Serbisë e Vučićit se sa kryeministit apo presidentes të Kosovës, kështu që dhe institucionet të Kosovës në përgjithësi, dhe duhet shumë punë që kjo të ndryshoj, pra duhet shumë punë të ndryshoj. Në nivelin ndërkombëtar do të ishte shumë mirë për Kosovës, sikur kjo të ndryshonte, sepse do të ishte një arritje e vetë shqiptarëve të Kosovës, do të thotë, nëse duhet që të them ashtu, por ideja është që, sepse ata na konsiderojnë si kosovar kështu në total, por ideja është që, po them, ka qenë gabim edhe kjo prej fillimi ka qenë gabim. Tash entuziazmi pseudo-patriotik që ne e rikthyem veriun, ka qenë për një kohë të shkurtër, por esenca është që sot kjo që do të ndodhë, do të jetë shumë problematike, edhe do të jetë shumë problematike sepse ata do të rikthehen në mënyrë triumfale, do të thonë, ne kishim të drejtë kjo që ndodhi, pra nuk mund të na udhëheq një kryetar me 100 vota, përderisa një kryetar mund të marrë 10.000 vota serb, por Vučići e ka fokusin në Kosovë normal, mirë po ky fokus nuk do të zhvendoset nëse ne i luftojmë edhe serbët e Kosovës. Pra duhet ketë një lloj plani edhe një lloj edhe nga ndikimi ndërkombëtar, sepse ne nuk mund të ndikojmë në Vučićin, por munden bashkia ndërkombëtare, munden Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mundet BE-ja, pra ata ne duhet që nëpërmjet miqve tanë të ndikojmë te ai në mënyrë që ta rregullojmë edhe këtë pjesë. Edhe esenca e gjithë kësaj është marrëveshja finale. Pra pa u bë, sepse me një marrëveshje finale do të rregulloheshin edhe 4 komunat e veriut, edhe çdo gjë, pra do të kishte një paqe afatgjat përderisa të mos ketë marrëveshje afatgjate finale me Serbinë, këto probleme do të na përsëriten vazhdimisht. Të kthehemi pak te procesi, jemi në proces zgjedhor i cili vazhdon sot. Dëshiroj të pyes, sa keni parë ndër vite një emancipim të shoqërisë në Kosovë, që procesi në përgjithësi na karakterizon që procesi zgjedhor shkon i qetë, shkon pa probleme, ndoshta disa sporadike, por nuk kemi probleme të mëdha, të themi dhunë, të themi sulme direkte fizike në për qendra të votimit apo ashtu. Si po shihni këtë, duke pasur parasysh po ashtu edhe atë që ndodhi me, dhe asaj po i druhemi tani në orën 19, asaj që ndodhi me zgjedhjet qendrore kur dështoi vefaqja e KQZ dhe mbetëm pa marrë përditësim të rezultateve. Tani kemi 2 flet votime, prapë i druhemi nëse do të ketë edhe aty komplikim. Si po e shihni tërë këtë sot? Po ajo çka ndodh në Kosovë është gjithmonë elektorati është më i emancipuar sa partitë politike. Pra gjithmonë elektorati u ka dhënë një leksion, partive politike ka qenë një hap më përpara edhe kur është dashur që të bëhen ndryshimet. Pra ne kemi pas, ta zëm një kohë, partin A, pastaj ka ardhur partia B, se s'po përmend emra, tash e kemi partin C, edhe këto ndryshime kanë qenë të orientuara nga elektorati, sepse vërtet ka pas nevojë dhe është dashur që të ketë ndryshime, pasi partitë që kanë qenë në pushtet kanë humbë lidhjen me elektoratin, edhe ndryshimi ka qenë domosdoshëm, por më shumë është investuar nga qytetarët, nga votuesi në këtë ndryshim. Ndonjëherë edhe janë votuar më tepër sot që kanë merituar realisht në bazë të programeve të tyre, dhe kështu po ndodh edhe tash, edhe në këtë fushat unë pres se të ndodhe njëjta gjë, sepse për fat keq ka qenë një fushat shumë zhgënjyese, nuk ka pas plane konkrete, nuk ka pas ide se si të trajtohen kërkesat e qytetarëve. Niveli lokal është më ndryshe sa niveli qendror, sepse në nivelin qendror, nëse ka tema të mëdha,
makro tema cilat ne edhe mund të mos i dim, në nivel lokal është krejt ndryshe, sepse ballafaqohemi çdo ditë me një rrugë, me trafik, me ndriçim, me burllog, me mungesë të hapësirave të gjelbra pa, pra e dim sakt se çka na pengon edhe e kuptojmë nëse një kandidat e ka një plan si t'i zgjidhë ato probleme ose si ka. Edhe në momentin kur një kandidat në nivelin lokal flet me terma të përgjithshëm, ajo tregon se ai nuk ka plan. Ose kur e prezanton në aspekt kohor, brenda 12 muaj, brenda 18 muaj, po çka keni bëju gjatë këtyre 4 viteve? Pra, po sidomos ata që kanë qenë, llogari zënja është shumë duhet patjetër bëhet në nivelin lokal, sepse nuk mund thua që kanë bërë një ligj atje, por secila rregullore në fakt e prek qytetarin. Andalemi vetëm pak i shohim disa pamje të arrestimit që është bërë në shtime në shkollën Naim Firashri, pra në le të themi shoqërimit të një personi nga policia, pra janë pamje që i kemi nga kolegja jonë Marigona, po i shohim bashkë. Pra ja dhe qytetari i cili po heziton, por po mbahet nga policia. Edhe më parë, policia njoftoi se ka 3 persona të shoqëruar. Ata ishin për fotografin vote, natyrisht që do t'informojemi më vonë se për cilën arsye është shoqëruar personi në fjalë, pra i pam këto pamje që i ka siguruar kolegja jonë në vend të ngjarjes Marigona. Kryesisht patëm mbarvajtje të qetë dhe me incidente të tilla të vogla. Po, jo, këto ndodhin mirë, po janë ekstremisht vogla në krahasim me, po them, atë frymen edhe me një lloj vendimi edhe me një lloj porosie që e çon elektorati në përgjithësi ndaj partive politike që ka qenë gjithmonë, do thotë, në proceset zgjedhore, por edhe sot veçanërisht. Po më duket që më në fund qytetarit janë mbrojtësit më të mirë të votës të tyre. Ka rol këtu edhe komisionerët, për shembull, sepse edhe në numërim të gjitha partitë po mobilizohen që të mbrojnë votën e tyre, të mos ketë manipulime dhe pastaj qytetarët po binden që rezultati është korrekt. Po, sa më shumë që të ketë siguri, aq më shumë do të jetë edhe besueshmëria e qytetarëve në rezultat të zgjedhor, sepse edhe KQZ-ja lun rolin kryesor këtu, pra atje duhet të ketë vizion, duhet të ketë angazhim maksimal në mënyrë që këto raste do të jenë minimale, sepse nga pastërtia gjithë procesit varet pastaj edhe qeverisja, sepse nëse një kryetari një komune vjen me një rezultat të njollosur, atëherë do të ketë probleme edhe gjatë qeverisjes së tij, sepse gjithmonë do të rikthehen atij elementi, ndërsa nëse çdo gjë shkon në rregull, atëherë fitoria do të jetë e pastër, edhe humbjet do të duhet të pranohen, por unë dëgjova 2 raste për shembull që ju kanë zhvendos vendvotimet në qytete tjera. Pra ishte një rast nga Gjakova në Pej, edhe një rast nga Kamenica në Klin, që ju kishin zhvendos pra vendvotimet, unë e kuptoj me u zhvendos brenda qytetit, edhe pse ajo realisht nuk është e rregull nëse dikush ka votuar 20 vjet në një vend, pse ti ndryshohet, por që të bëhet kjo nga një qytet tjetër, por sinqerisht edhe çështja e pastrimit të listave ka qenë. Këtë vit ka pak, nuk ka hiç fare, s'kam dëgjuar sot që ka pasur persona të vdekur, por a kemi pak më mirë çështjen e pastrimit? Sa më shumë, do thotë edhe kjo ka qenë një problem shumë i madh. Dëshiroj natyrisht që KQZ-ja ta ketë rregulluar edhe këtë, por edhe me çështjen e emigracionit, pra unë sinqerisht ka shumë teori për çështjen e të drejtës votimit të njerëzve që emigrojnë të diasporës, edhe unë mendoj që sinqerisht duhet që të kufizohet në një periudhë kohore, pra të mund të votojnë vetëm ata që kanë shkuar ta zonë brenda 5 viteve të fundit, apo 7 viteve të fundit, sepse qytetari duhet ta ketë përgjegjësinë për votën e vet. Nëse ti jeton me një qytet tjetër, nëse familja jote jeton me një qytet tjetër, nëse ti çdo ditë ballafaqohesh me një qytet tjetër, me një kryetar tjetër, nuk mund të shkosh në qytet tjetër ta votosh diku dhe pastaj të largohesh, sepse ndoshta ajo votë, kur është çështja te përqindja shumë e përafërt, ka pas raste ta zonë në Dragash ka qenë, kur fitoj një parti, pastaj kur erdhën votat e diasporës fitoj partia tjetër, pra nuk më duket e moralshme kjo etike. Vetëm për aspektin lokal apo edhe në nivel qendror? Për aspektin lokal gjithsesi,
gjithsesi. Mirë po, ka shumë shtete që e kanë përkufizuar dhe personalisht më pëlqen shumë që ta zonë sepse deri në 5 vjet ti ke mundësi edhe të rikthehesh në Kosovë, por nëse jeton diku tjetër 20 vjet, 30 vjet, nëse ka njerë që e më bëtë gjysh atje, edhe ai nuk ka më sens që ai do të na anulloj votën tonë dhe pastaj të kthehet, ndërsa ne jetojmë këtu. Qytetari duhet ballafaqohet me vendimin e vet. Nëse voton mirë, ti marrë të mirat, por nëse voton kesh, nëse bje prej propagandës, duhet ta vuaj atë mungesë të refleksionit dhe të çështjes kritike që e ka pas në momentin kur ka votu. Dhe përveç kësaj, sepse edhe më herët e diskutuam çështjen e migrimit, le të themi kemi pasur regjistrimin e popullsisë që nuk ka ndikuar shumë tek numri i votuesve në këtë rast. Ende kosovarët jetojnë në një komunë, votojnë në një komunë tjetër. Nuk është vetëm me të tjerat, është edhe brenda Kosovës. Kjo kemi fush Kosovën që sot ka më shumë votues për herë të parë.